Edhe në Kur'an vërtetohet se Allahu xhaleshanuhu ja nështroi Sulejmanit alayhis salam edhe xhinët. Një ditë prej ditëve Sulejmani e burgosi atë krye gjinin kryesor që i themi Iblisin, e burgosi një kafas prej hekuri, edhe shkoi dhe e pyeti cila është dera kryesore përmes të cilës ti i mashtron njerëzit apo bijtë e Ademit. Ai tha dera kryesore përmes të cilës i mashtroj unë tha është epshi, domethënë gradë. Pastaj tha nëse nuk ja arrit qëllimit me këtë, i bëj ata që ta duan pasurinë dhe të kenë dashuri të flakë ndaj kësaj dynjaje. Nëse edhe këtë nuk arri, atëherë unë mundohem që përmes hidhërimit të prishë zemrat dhe karakteret e tyre, të hidhërohen, të nervozohen shpejt. Edhe nëse nuk arri këtë, atëherë ajo që më kënaq më së tepërmi është kur unë i bind ata që ta lënë namazin. Kur ata lënë dhe nuk e falin namazin, unë jam shumë i lumtur. Edhe e dyta e cila më gëzon më shumë nga bijtë e Ademit është kopracia. Edhe e treta është përsëritet epshi, sepse epshi është ajo që i shkatron gjitha veprat e njeriut, edhe nëse falen, edhe nëse agjerojnë, edhe nëse bëjnë punë të mira, nëse i bëjnë këta dhe dashurohen përmes epshit dhe janë të hidhruar, të nervozuar dhe e lënë namazin, kjo mua më gëzon më shumë. Allahu na ruajt nga këto nxitje dhe cytje të shejtanit të mallkuar.